Pas këshillat e Jahjas alayhi salam kena fol për to. I njëjti hadith ka thonë Muhamedi alayhi salam pasi që nkry këto pas të Jahjas alayhi salam, ka thonë Muhamedi alayhi salam, e une ju urdhroj juve me pas që Allahu më ka urdhru për to. Ma në menu musliman, nëse don me i praktiku taman ato që ka Jahja alayhi salam ka urdhru për to, duhet me i ba që to që ka Muhammed alayhi salam ka urdhru për to. Pa këto e kishtir me i ba ato. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, ju urdhroj juve me sema wa ta'a, më dëgju edhe me ju bind Allahut azza wa jalla, Rasulit alayhi salam edhe prerësve t'juaj, të dyja. Do të thonë me i dëgju edhe me ju bind prerësve. A di cilë shembulli muslimanëve, musliman me kuptu. Muslimanët janë sikur delet. A ke pa delet kur shkojnë pranë një uji? A ke pa përjerësi tyne sillet një 2 herë 3, e kur të hen përjerësi deleve në ujë vitporze, kur të henaj ta tjetë velshohen pa këtë bashkë është të shkojnë se këshyrë ma rrotullohen silën këtë kur të hen imami hinë qështu dhe me kanë muslimant pas imamit udhëheqësit tyne, udhëheqësit atë kuptimin udhëheqësit që shpithojmë në atë është shtetëror, gjithsesi që ai do të jetë musliman i mirë. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, ju urdhroj juve me bo hijretin, mos shpërngul, që kena përmend që nuk ka ma budall se musliman që i na ardhën në Evropë. Unë jam një për juve që i na ardhën në Evropë. Çdo sale thojna o zona në rrugën e drejtë, jo në jahudive as të krishterëve, i na quajnë në ardhë të jahudive të krishterët. I kena pru e vlad tonë këto më rrit. Kena me pa dikur që kena ba, po është vonë. Me bash për ngullen kur është e nevojshme. E len shkan të musliman të rënan. Me luftu për hir të Allahut azza wa jall. Edhe me ju përmbajt xhamatit. Xhamatit muslimanëve. Ai që largohet prej xhamatit e ka hjek hallkën e islamit për qafës ti, ka thonë Muhamedi alayhi salam, derisa të kthehet. Edhe nga për fund që ka thonë Rasulullah alayhi salam, e për çdo fjalë në fund kisha dhënë këtë pasurinë tame që kam për çdo fjalë. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, e ai që thirr me thirrje xahilietit, të ignorancës, ai është prej banorëve xhehenem. Ka thonë janë prej shokëve ti, ka thonë ja Rasulullah, edhe në qofë se falet edhe agjeran, edhe atëherë në qofë se thirr me thirrje të ignorancës, ka me kanë prej banorëve xhehenem. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, edhe në qofë se falet edhe agjeran. E qysh me thirrje ja Rasulullah? Qysh po duf ka me thirrje? Tani ka kallzu Muhamedi alayhi salam, ka thënë thirrni me çta? Muslimin, musliman, mu'minin, besimtar, ibadullah, rabt Allahut azza wa jall. Kjo është thirrja në të cilën thirrëm musliman, besimtar në Allahun azza wa jall, rabt Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall na bëf për atyre që thirrëm këta musliman, besimtar, do të thonë për fund. Pjesa e hadithit që kena tregu gjumon e kalume, edhe kjo pjesa tjetër të dyja bashk janë një hadith që ja vlen me njohë muslimanët. Kështu që për fona ne po them, nëse se keni të parën, ktheu në dëgjohet të parën, nëse e ke dëgjuar të parën, hajde dëgjohet dytën me lejen e Allahut azza wa jalla dhe bashkohu këtë hadith edhe mësohu këtë mirësi për Rasulit alayhi salam.